Java e 28 e kategorisë të parë ka konfirmuar formën që po kalojnë 4 ekipet e para të renditjes, të cilat kanë arritur fitore ndaj kundërshtarëve përkatës për të vazhduar rrugëtimin e tyre. Flamurtari ka fituar me një goleadë të mirëfillt 0-4 ndaj Lushnjës, por jashtë fushë. Ndeshja është luajtur në fushën e Plugut. Kjo fitore ishte një sukses i rëndësishëm për vlonjatët që kanë gjetur përsëri ritmin e tyre. Ndeshja është ndjekur nga afër edhe nga presidenti i Flamurtarit Sinan Idrizi, ndërkaq nga Vlora kishin udhëtuar drejt Plugut në Lushnjë edhe një numër i konsiderueshëm i tifozëve, si dhe një grup xhirimi i televizionit 6+1 Vlora, që sjell edhe pamjet nga ndeshja. Kuqezinjt do të kalonin shumë shpejt në avantazh në minutën e 12, ndërsa do të shënonte Shkurtaj. Fute! Në minutën e 35, vlonjatët do të shënonin edhe golin e dytë, ku kësaj radhe autor do të ishte Hasa. Gol! Pjesa e parë do të mbyllej me rezultatin 0-2 në favor të vlonjatëve. Në pjesën e dytë Flamurtari do të shënonte edhe 2 gola të tjerë. Në minutën e 70 është Kobjarn që shënon të tretin. Bravo! Bravo! Dërsa 3 minuta më vonë, në minutën e 73, Diavara do t'i vinte vullën, një fitoreje të pastër. Pas ndeshjes gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora nga fusha e Plugut në Lushnjë, trajneri i Flamurtarit Andrea Agostinelli tha se skuadra e tij bëri një takim perfekt. Squadra è stata perfetta. Çunat e ndjen ndeshjen si e kanë përsëritur, duhet të vazhdojmë kështu, ishin perfekt në çdo profil. Loja më pëlqeu shumë sepse ne kur lozim terrene të tillë që janë terrene të mirë që mund lozësh futboll, ne shfaqemi shumë mirë, shprehemi shumë mirë. E kemi filluar fazën e tretë me 5 fitore, 1 barazim, duhet të vazhdojmë se kampionati s'ka mbaruar akoma. Trajneri i Lushnjës Erion Xhafa gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora pranoi se rezultati i kësaj ndeshje ishte i drejtë. Po, sot kemi luajtur një ndeshje kundrejt Flamurtarit, një ekip me cilësi të mëdha, një ekip i cili është ndërtuar për shkuarën superiore dhe sot e fitoi ndeshjen me merit. Por si thash dhe më parë, jemi në vështirësi mentale më shumë, sepse 2 humbje, 3 humbje rresht sigurisht që kanë ngarkuar ekipin nga ana emocionale dhe nuk po arrim dot të shprehim dot në fush lojën që ne jemi mësuar gjithmonë të shprehim. Dhe normalisht në një kundërshtar si Flamurtari e vuan dhe në fund rezultati është i drejtë. Sigurisht pjesën e parë mund kishim raste për të bërë gol, mund të shënonim dhe mund të ndryshonim ndeshjen, por kjo nuk i heq asgjë lojës, sepse Flamurtari në fund e meritoi, ka kualitete të cilat në tilla ndeshje dinë si të sillen, dinë si ta fitojnë ndeshjen dhe normalisht kur je në gjendje të keqe psikologjike është e vështirë të luash kundër ty. Po patjetër. Në çdo ndeshje vazhdojmë luftën tonë, janë 5 finale të cilat ne do i marrim një nga një. Vora dhe Flamurtari nuk pranojnë kështu hapat falës dhe vazhdojnë të marshojnë drejt elitës. Vora në kuotën e 70 pikëve vjon kryesimin, ndërsa ndjek Flamurtari që është i dyti në klasifikim me 2 pikë më pak. Në ndeshjen e radhës Flamurtarit pret Pogradeci në shtëpi të Mërkurën më 26 mars, ndërsa kjo javë në vijim është pushim për kampionatin e Superligës, kategorisë të parë por edhe të dytë për shkak të ndeshjeve të kombëtares.